si ta prishim thot magjin nëpërmjet ujit të xhenazës. Na kanë dhënë me pi, ju lutem se kam burrin shumë nzar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. E shefni vëllezër dhe motra se çfarë niveli është i njerëzve, subhanallah. Shpejnë e marrin ujin e xhenazës, masi mos la xhenazja ka rënë nëpër tokë, uji ka prek pra trupin e të vdekurit, me ato bëjnë magji. Prandaj na këshillojmë që përpara ku kanë qenë nëpër shtëpi që la xhenazat me derdh ujin, domethënë më koni kujdesshëm mos me uji që ka prek në trup xhenazës kur bjen në tokë me zhdu kret, mos me mujt askush me mush ndonjë enë, pra me ujë në qëllim që mos me bë pastaj magji. Shikoni se si domethënë kanë marrë këta, edhe i kanë qitë ndonjë pikë ujë në shishe të ujit, edhe ja kanë dhënë dikujt me pi. Kësaj familjes në këtë rast që kjo motra që po pyete ka burrin, domethënë smur. Çfarë themi neve? Sikur se çdo lloj magjie tjetër, edhe kjo duhet me shku me bë rukje, me bë lexim të Kuranit të hoxha. Mos e neglizhoni. Shkoni në për hoxhallar që janë të mirëfillt, që kanë frikën e Allahut, që bëjnë rukjen tamam për hir të Zotit, sipas mësimeve të Kuranit të Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që nuk e kanë thjesht biznes, por që interesuan edhe kanë gajle, edhe që kanë përvojë në këto lëmi apo në këtë drejtim. Mos e neglizhoni këta. Por dijeni se shërimi nuk është në dorën e hoxhas, as të rukjes, as të rukjexhiut, por është në dorën e Allahut. Mos keni frikë, vetëm lidhuni me Zotin, sepse Zoti është ai i cili e lejon me ndodh magjia dhe është ai i cili i vetmi e shëron ata.